Ndahet nga jeta ish kryebashkiaku i Korçës, vitet e fundit i kaloi në varfëri. Është nder nga jeta në moshën 83 vjeç, ish kryetari i Bashkisë së Korçës, Dionis Robert Kotmilo. Ai e drejtoi Bashkinë e Korçës për një mandat në logon e Partisë Demokratike gjatë viteve 1996-2000, duke qenë kryebashkiak edhe gjatë periudhës së trazirave të vitit 1997. Në vitin 2000 ai vendosi të mos kandidonte më, duke njoftuar edhe tërheqjen nga politika duke qenë edhe në prag pensioni. Më herët ai ka qenë edhe drejtuesi i Këshillit Bashkiak të Korçës për 4 vite përpara se të bëhej kryebashkiak, teksa ka punuar edhe për 29 vite si kryeinxhinier i ndërmarrjes së frigoriferëve në qytetin juglindor. Në Korçë qarkullonte shpreha se Robert Kotmilo as portën e vjetër të shtëpisë së tij nuk e ndërroi sa ishte kryetar bashkie, duke u njohur si një person shumë i respektuar në juglindje. Vitet e fundit ai jetonte në varfëri, ku jetonte i vetëm në banesën e tij të vjetër dhe ushqimin e siguronte nga një fondacion në Korçë. Lajmi për ndarjen nga jeta të Kotmilos ka trishtuar shumë qytetarë të Korçës, edhe ata që e njohin për kontributin e tij.